Nuk e di se nashta I përkas fesë muslimane dhe janë të më dridh pak durt. E këto qenë ka fotografia e parë e realizuar me ngjyra nga revista amerikane. Përshëndetje miq të Kurora TV. Në sheshin e Prishtinës po ndodh një panaeri Arabisë Saudite. Për herë të parë në Kosovë po ndodh ky panaer, por sa I përket vendeve të tjera, ky panaer vazhdon të zhvillohet edhe si një traditë. Këto pra miq të nderuar, kemi mundësinë që ta shohim qytetin e Mekës, përkatësisht ta shohim edhe Qabën me një pamje 3D. Thank you. Nuk e di se nashta I përkas fesë muslimane dhe janë të më dridh pak durt se ka një moment nuk e di. A mundesh me nol pa kamerë. Miq të Kurora TV-s, me të vërtet ishte një emocion I papërshkrueshëm. Ndoshta edhe që I përkas religionit islam, muj me thonë, nuk po muj me përshkru me fjalë, se për një me keni ndjesi që të pushojke edhe shpirti. Dashur miq, nëse jeni kureshtar të dini se pse është duke u mbajtur ky panaeri Arabisë Saudite në Prishtinë, këtu kemi të shënuar misionin e këtij panairi, I cili është të lehtësoj shërbimet e haxhit dhe umrës për mysafirët e kujdesarit të dy xhamive të shenjta në mënyrën më të mirë të mundshme, duke siguruar që ata të marrin shërbime gjithëpërfshirëse derisa të përfundojnë peligrazhin dhe të kthehen në vendet e tyre. Ky program është pjesë e një sër përpjekjesh të bekuara dhe iniciativesh të papara, të dedikuar për shërbimin e Islamit dhe umetetit musliman. Këtu pra shikues të nderuar, e kemi Mekën përgjatë historisë. Kemi pamje të shumta. Këtu e kemi kujdestarin e dy xhamive të shenjta. Këtu qenë ka imazhi I mbretit Abdulaziz. E këto qenë ka fotografia e parë e realizuar me ngjyra nga revista amerikane. Oborri I Qabës këto po na njofton se është ndriçuar me drita në vitin 1368 para Ireson. Edhe këtu I kemi xhamin, do me thonë kitë këto është historia e këtyre xhamive. Këtu pra miq të nderuar I kemi xhamit historike ku secila prej këtyre xhamive anash e ka të shkruar secila historinë e vet. Këtu kemi disa shembuj dhe disa kopje antike të gjërave që janë përdorur në Arabinë Saudite, përkatësisht në Mekë. Aty pra është e vendosur një derë, një model I dyrëve që kanë përdorur qytetarët e Arabisë Saudite. Diçka veçantë edhe diçka ndryshe. Kjo këtu mund duket si një flamur, po më parë kanë përdor edhe për verës, se që shedim atje majnë verat shumë nxehta, e kanë përdor për me u fllatit.